Mirëmëngjesi të gjithëve, mirëmëngjesi. Kush nga ju ishte në fundjavë të ai eventi që mori përqafim nga unë? Ja më thoni, kush arriti të më përqafonte? Përveç Lirës, Lira ti more disa përqafime. Erdhe nga Kosova, vetëm për një përqafim, kështu që sot kam përgatitur diçka shumë të rëndësishme për ta ndarë me ju, një shpjegim shumë të rëndësishëm, që të fuqizohemi pak më shumë emocionalisht, të rrisim pak më shumë fokusin në përditshmëri, të lirojmë të gjitha ato bllokimet emocionale, bllokimet e brendshme të padukshme që ndonjëherë na bëjnë të ndalojmë, ta frenojmë veten dhe mos të shkojmë të marrim atë që duam në jetë. Dhe leksioni sot është shumë i rëndësishëm, prandaj do sugjeroja që mos ta humbisni, të mbani shënime, dhe kur unë ta ruaj live-in të riktheheni sërish, ta ridëgjoni. Zemër të lutem, a bën një nder? I thua kamarierit ta uli pak muzikë se ka harruar ta uli, dhe të gjithë bëjnë muhabet për në hesapin e tyre, dhe nuk e dikujt i shërben muzika. Thjesht më prish mua punë gjatë live-it. I thuaj të lutem, ule pak, sepse 10 minuta jemi sot. Thuaj edhe do ikim. Faleminderit shumë për dashurinë tuaj, për prezencën tuaj kaq të ngrohtë këtu. Është diçka shumë domethënëse për mua, shumë domethënëse. Jam mirënjohëse për çdo njeri, edhe për ty që po e ndjek këtë live të ruajtur në YouTube më vonë, edhe për ty që po e shikon në mbrëmje pasi e kthyer nga puna. Jam shumë mirënjohëse për prezencën e çdo njeriu që kërkon të përmirësoj veten, sepse ai që përmirëson veten ka çfarë të më japi dhe mua. Ai që punon me veten ka çfarë rrezë drite të më japi dhe mua, dhe nuk është rastësi që ne i zgjedhim njerëzit në jetën tonë me cilët duam të konsumojmë një kafe, me cilët persona duam të bëjmë një bisedë, me cilët persona duam të shkojmë të bëjmë një trajnim. Janë ata persona të cilët kanë shpresë për të dhënë, kanë dritë për të dhënë, kanë metoda për të dhënë dhe kanë eksperiencë jete mbi të gjitha për të na dhënë ne. Prandaj është e rëndësishme që të punojmë me veten tonë, sepse kemi çfarë të japim botës. Dhe çelësi i suksesit është puna me veten. Prandaj unë vazhdimisht postoj trajnimet që unë bëj, prezencën time në seminare të ndryshme, certifikimet e ndryshme që unë vazhdoj dhe e pasuroj, nuk do e quaj as CV-n time, po atë profilin tim profesional. Për këtë arsye, sepse unë dua ta jap shembullin me vepra, jo me fjalë. Unë dua të jap shembullin e rrugës që unë kam kaluar, çfarë mësime kam marrë nga ajo rrugë, çfarë kam përjetuar. Dhe rruga më e rëndësishme që unë kam kaluar ndonjëherë, që ka qenë shumë ngushtic ajo rrugë, ka qenë rruga e përballjes me kalvësirat e mia, përballja me veten, përmirësimi i vetes. Vetëdia e lartë vjen pasi ti kupton pse je në një formë të tillë, pse jemi në njerëzit në një formë të tillë. Dhe kam përgatitur një leksion me gjithë lodhjen e rrugës, intensiviteti i asaj fundjave që kaloi, projektet e reja që nisën gjatë asaj fundjave, kështu që prap gjeta kohën ule dhe kam përgatitur për ju një shpjegim shumë domosdoshëm dhe të rëndësishëm për ty që ka të bëjë me lirinë tënde. Liri në fillim nis nga liria e mendjes, fuqizohesh, liria emocionale, liria e shpirtit, pastrimi i energjisë dhe liria e llogarisë së bankës, që mos të kruash më xhepat edhe kuletën në fund të muajit, më dalin lekët apo jo, po të jesh i qetë në gjithçka, në gjitha këto aspekte. Jemi gati të fillojmë shpjegimin? Keni marrë blok shënimesh? Një konfirmim, dëgjojmë qartë, shikojmë qartë. Jeni bërë ju gati, keni marrë ujë, hidratim. Okej. Fillojmë. Në një eksperiencë shumë interesante që isha gjatë kësaj, që e krijova mundësinë të isha gjatë kësaj fundjave, disa nga ju ndoshta nuk më kanë ndjekur në story, në postimet që unë kam bërë në fundjavë, dhe nuk e dim për çfarë bëhet fjalë. Kam qenë në një ambient që kishte shumë potencial për të rritur, sidomos profesionalisht, por mbi të gjitha emocionalisht dhe në mindset, në mendësi, në mënyrën se si i mendon gjëra dhe shikon jetën. U përballa me shumë dobësi të mijat gjatë kësaj fundjave,
Jo se ishte ndonjë vetbesim i ulët, por ishte më shumë rezistenca e sistemit tim nervor për t'u adaptuar dhe për t'u përshtatur dhe për t'u shkrirë në atë energjinë e një kolektivi që kishte një qëllim të caktuar. Unë për shumë muaj jam fokusuar te rritja ime personale në heshtje. Kam ndihmuar shumë njerëz online, por pjesa edhe fizikisht, sidomos ata që kanë qenë këtu në Sarandë, por pjesa kur ti përfshihesh në një vend që ka njerëz më të formuar se ty, njerëz që në disa aspekte janë më të zgjuar se ty, njerëz që në disa aspekte kanë kaluar në rrugë të jetës që ti ende nuk e kaluar, do apo nuk do t'i egoja jote, do të bëj që të ndihesh pak në siklet. Dhe pikërisht në momentet e jetës që ti ndihesh pak në siklet, ato janë momentet që ti rritesh si njeri. Gjatë kësaj fundjave unë jam rritur shumë si njeri, sepse kam marrë shumë informacione në aspektin e të bërit para, në aspektin e rritjes së biznesit, në aspektin e fuqisë emocionale, por mbi të gjitha mora një mësim shumë të madh atë fundjavë. Diçka që e kisha harruar. Që njerëzit, mënyra se si më shikojnë mua nuk është e njëjtë me mënyrën si e shikoj unë veten. Kjo fundjavë më duhej që të më shkundte që të rikujtohesha për rëndësinë që unë kam në shoqërinë shqiptare. Dhe këtë gjë më kujtoi mentori në fjalë që po bënte prezantimin e asaj pjese të seminarit, i cili e përmendi emrin tim si një njeri që ka qenë vazhdimisht për shumë vite prezente, për shumë shqiptar, të ndihmonte të tejkalonin bllokimet emocionale, të transformonin jetën nëpërmjet trajnimeve dhe librave, një ndër emrat më të rëndësishëm në Shqipëri për këtë aspekt, dhe unë thoja, me kë e ka ky? Dhe kur tha pra nesh është Fationa Cici, unë ngela thash, okej, e pas ka me mua. Do me thonë unë i kam bërë të gjitha këto, por i kisha harruar. Pse i kisha harruar? Në ato momente më shumë se sa mu kënaqe egoja që u përmend emri im, isha e pasigurt si një fëmijë në klasë të parë që i thotë mësuesi hajde dil këtu te drasa e zez. Dhe emocionet e mia ishin të miksuara. Dhe njerëzit që duart rokitën, dhe unë thash, okej, i meritoj vërtet këto duart rokitje. Aty e kuptova që fëmia brenda meje nuk kishte marrë plotësisht duart rokitjet e nevojshme dhe të duhura nga unë. Sepse unë nga ju i marrë çdo ditë, gjitha të dashuri. Por kur këtë e tha një person i cili ka kaluar në disa rrugë jete që unë që kam mundësinë të flas me të nga afër, dhe patë mundësinë të bisedojmë nga afër, ato janë rrugë jete që ai njeri duhet të dalë më shumë në rrjetet sociale, se ka shumë pasuri shpirtërore për të dhënë. Dhe kur e thot një njeri i tillë shikon vlerat e mia, i bie që këto vlera janë shumë të fuqishme. Por të them diçka, aty nuk isha unë që i kisha këto mendime dhe këto përjetime. Ishte Jona e vogël. Ishte ai fëmia i vogël brenda meje. Që ndaloj për një moment unë kam bërë kaq shumë për të tjerët? Unë jam kaq e rëndësishme në jetën e të tjerëve? Po unë jam po e njëjta, që përjetoj Afrikë çdo ditë jetës, unë jam po e njëjta që më kanë refuzuar shumë, unë jam po e njëjta që kam dhier pas siguri, unë jam po e njëjta që nuk kam pas nevojat e mia të plotësuara, unë jam po e njëjta që nuk më tha njëri fjalën dritë, zemër, shpirt, dashuri, nuk i kam dëgjuar ato fjalë. Dhe një njeri i tillë nuk mund të besoj kurrë vlerat e veta. Dhe aty e kuptova që u rrita një nivel më shumë. Dhe kur emri im vazhdonte të përmendej që unë si fare protagoniste aty, thjesht e kuptova pse përmendej emri im, sepse unë rrezatoja pozitivitet, nga që kisha bërë punën me veten. Pra në të njëjtën kohë ajo vajza e vogël bënte atë luftën, por ndërkohë aura ime ishte e zgjeruar, shumë rehat, sepse unë isha rehat në lëkurën time, kisha bërë punën me veten. Dhe është okej ndonjëherë që ne të luftojmë në brendësinë tonë. Prandaj duhet të përfshihemi në grupime, në energji, në trajnime, që na i rikujtojnë vlerat tona. Edin e kam këtu përballë tani dhe biseda që bëm me Edin para se të shkonim te seminari ishte kjo. Thonë jam shumë transparente. Kur u mora ftesën nga Helga dhe Jan, që ka qenë një ftesë me shumë respekt dhe me shumë dashamirësi dhe me shumë dashuri dhe dritë, i kam thënë Edi do shkojmë, unë kam dëshirë të shkojmë. Dhe Edi tha, se unë nuk shkoj kur më bëjnë ftesa, qoftë edhe mentorët e tjerë, nuk pranoj të shkoj. I thash, dua të shkojmë sepse e ndijej dhe intuita ime më thot që drejt asaj rruge
drejt asaj ngushtice, do lësh mbrapa dhe ca vjetërsira. Do marrësh dhe pak energji më të lartë që do të ndihmoj të rritesh më shumë si njeri. Dhe në ato momente çfarë lash unë atë ngushticë, lash atë pasigurinë që unë jam shumë kilogram mbi peshë. Dhe unë gjithmonë e kam gjykuar vete për mbi peshën time. Lash atë pasigurinë që unë kam qenë një nënë e përkushtuar e një fëmijë me autizëm për 1 vit e gjysmë rresht dhe nuk kam qenë në intervista në televizione, nuk kam qenë në podcaste, shumë rrallë. Të vetmet që kam qenë te Helga, sepse ai është vendi që unë ndihem e pranuar dhe jo e gjykuar. Dhe shkuam te seminari dhe aty te ajo ngushticë unë lash shumë bllokime, u zhvesha nga çdo gjë, çoja dorën, ndërveproja, kush i do këto lek, thatë një testim që u bë thash çoj ona merre, mos bicikletë, çova e mora. E shtyja veten, pra isha një nxënëse e përkushtuar që kush të më shikonte thoshte po kjo është mentore, ç'ne? Jo, aty e harrova që isha mentore. Kur janë thoshte, e di njëri këtë informacion, i thoya vetes mos e ço dorën, edhe pse e di, mos e ço sepse lere ta shpjegoj ai, të mësosh diçka të re. Ti tashmë e di kënd vështrimin tënd, dëgjoj, mëson nga të tjerët, merr sa më shumë. Dhe të rreshti parë po shikoja sidomos ato ndenjëset që ishin personat që ishin jo VIP, po ishin ndenjëset VIP të rreshti parë, të gjithë ishin me stilolapsa të mbyllur, vetëm një stilolaps ishte i hapur i imi. Vetëm unë e kisha mbush bllokun me shënime. Pse? Për këtë arsye, sepse unë dua të mësoj nga njerëzit. Sepse kjo jona brenda meje ka akoma nevojë për shërim. Dhe kur e them unë këtë gjë, që dal, flas para qindra mijëra njerëzve dhe kam guxim të bëj gjërat, e dua, e marr. Kur kam unë këtë lloj guximi dhe ende kam nevojë të punoj, po ti që nuk e guxuar kurrë të futesh te vetja jote. Po ti që ke kaluar ndoshta trauma më të mëdha se të mijat. Ke nevojë? Patjetër që ke nevojë. Prandaj sot kam përgatitur këtë leksion, sepse gjatë kësaj fundjave nxora shumë mësime. Shumë mësime. Ne gjithmonë kemi për të mësuar dhe nga një njeri aty në rrugë. Mbaje lapsin gati dhe atë librin e jetës, që të shkruash aq më tepër nga persona të cilët kanë jetuar jetën. Janë gjitur në malore të vështirë, kanë ecur në atë dyshezën e jetë shumë të bukur. Nga këta njerëz sidomos kemi shumë për të mësuar, jashtëzakonisht shumë. Dhe në këtë fundjavë unë mësova shumë. Në këtë fundjavë ishim në energjinë e njerëzve që ishin të pasur shumë në mendje, të pasur në bank, të pasur në shpirt dhe ishin shumë rehat në lëkurën e tyre. Domethënë si e përjetova unë me Edin këtë gjë. Kur e diskutuam, i thash shiko pak, sidomos ata dy djemt që ishin nuk ishin shqiptar, i thash shiko pak, domethënë ça energjie. Shiko pak ça energjie është. Domethënë nuk ka rëndësi sa lek ka në banka ideali, edhe pse është milioner. Nuk ka rëndësi se ku ka arritur ai në jetë. Ai ishte një njeri i thjesht, me ca atlete të thjeshta, me një bluzë të thjeshtë, pak të zhubrosur, si që veshën bluzat, më pëlqeu shumë, thash është njëri që se çan kokën fare, dhe doli aty dhe tregoi eksperiencën e tij të jetës. Dhe doli aty dhe më dha një mësim dhe një shkundje, me ata anglishtën që ndonjëherë çalonte në disa aspekte. Nuk donte t'ja dinte ai. Unë jam unë dhe do dalë kështu si jam. Dhe ne morëm shumë mësime aty, por dhe ai, mentori, që vlen miliona euro, që është milioner tashmë, që as nuk qa di hy në punë aty të vinë një sallë të Tiranës edhe t'i japi ai të fitoj. Ndonjë mishe. Asnjë gjë. Është misioni i shpirtit. Edhe ai dhe më mësoi shumë. Jashtëzakonisht shumë. Dhe ai ka për punën me veten që është aty ku është. Nëse ti në jetë imagjino që ke një sken të madhe që ta ka bërë gati Zoti dhe ajo sken jeti që udhëheq jetën tënde, nëse do hipësh në atë sken, do kalosh të kjo rrugë. Do ndjekësh këto hapa, do bësh punën me veten. Ndryshe do ndihesh gjithmonë inferiore. Unë ndjeva pak inferiore në shumë aspekte, po e ktheva situatën në favorin tim. Okej, Jona, është okej ti jesh ignorante dhe mos të dish në një fushë të caktuar, është okej ti jesh inferiore dhe të ndihesh inferiore, por nuk është okej që ti këtë ndjesi ta ushqesh me ego edhe ta justifikosh. Nuk ka justifikim ignoranca, nuk ka justifikim inferioriteti. Nuk ka. Ka vetëm zgjidhje, ka vetëm hapësirë për punë me veten. Hapësirë për të punuar me veten. Unë të them të drejtën, i kam shumë gjëra në terezi. Dhe jam shumë mirënjohës e Zotit, po vetes time mbi të gjitha që vërtet punoj fort. Aspekti financiar e kam shumë në terezi, e kam vënë në terezi, që në fundit aspekti financiar është vetëm një gjë që e ke parasysh më ndihmon, si kjo fletorja, më ndihmon që të rikujtoj ca gjëra vetes, po
Thelbi i jetës është këtu, thelbi i shpjegimit është këtu dhe këtu. E njëjta që parat na ndihmojnë na i bëjmë të lehtë jetën, po thelbi i jetës është qetësia mendore, balanca emocionale, paqja e brendshme. E kam shumë në Terezin të gjitha këto aspekte, po çfarë më shtyn mua që të kërkoj më shumë nga jeta? Çfarë më shtyn mua që të shkoj në për seminare? Çfarë më shtyn mua që u regjistrova në fundjavë në një trajnim të ri? Ditë e diel bëra pagesën unë. Bëra pagesën, me 3-0 mbrapa, sepse dua të zhvilloj veten. Çfarë më shtyn mua ta bëj këtë gjë, kur e kam kaq në Terezi? Po kjo është jeta. Mua më shtyn nevoja e çdo shpirti që ka ardhur në tokë për të evoluar. Mua më shtyn fëmia imi i brendshëm që ende ka plagë që fshihen dhe maskojnë mbas suksesit dhe titujve dhe diplomave dhe famës dhe ndjeksave të Instagramit. Ka akoma shumë për të shëruar, për të lëshuar, për të pastruar, për të fuqizuar. Mua më shijon rritja, më shijon të jem studente, më shijon që të mësoj gjëra të reja, më shijon që të jem me njerëz të fuqishëm emocionalisht, mendërisht dhe me milioner, patjetër. Patjetër, jemi në këtë jetë ta shijojmë jetën në maksimum të gjitha aspektet. Mua nuk më detyron halli, mua më detyron vetdia e lartë. Më tërheq informacioni dhe pasuria shpirtërore, më tërheq vetdia e lartë, nuk më detyron halli. Para 5 vitesh më detyroi halli, e bëra atë rrugë dhe atë kam se si ta ndaj me ty. Nëse ty të detyron halli, jam unë këtu për ty. Në gjitha mënyrat e mundshme dhe këtë them pa modesti. Shiko, kjo është java e 4 apo e 5 që unë bëj live pa fund, pa ju kërkuar asgjë në këmbim? Po, sot dua t'ju kërkoj diçka. Dhe nuk është se do ta kërkoj, po do ta ofroj si mundësi. Jemi fut në javën e 4 apo të 5? E 4, java e 4 që po bëjmë live. Më ke dëgjuar vazhdimisht shumë shpjegime dhe ti ke rënë dakord. Po, Jona ke të drejtë, më ke bërë komente, Jona më kënaqe, Jona më kënaqe zemrën, Jona më ndryshove gjithë energjinë sot. Më keni bërë mesazhe pafund, zoti të bekoftë, se shiko sa të mira bën ti për ne. Unë do them një të vërtetë tani këtu. Dhe unë dua të kërkoj vetëm diçka, që ti të jesh prezente këtu në moment. Lëri zemrat që po më bën këtu, lëri ato zjarrin që po më bën që bie dakord me këto që them. Nuk ka vlerë në jetën tënde të më duar trokasësh apo të më bësh një zemër. Vlerë ka në jetën tënde që këtë informacion që unë marr ti ta vësh në punë. Ta vësh në punë në jetën tënde. Ta vësh në punë në televizor, të marrësh sinjale që të jep Zoti, Zoti na jep sinjale. E për atë testimin që u bëte seminari a 5 vjeçja që e mora unë, ishte sinjal që këtu ka më shumë potencial për të marrë informacion, për të marrë dije, për të marrë eksperiencë jetë të njerëzve të tjerë. Këtu ke potencial, Jona, mere guxo, ama do jap diçka në këmbim, bëra një pagesë që ta marr. Unë dua nga ty të jesh i vetëdijshëm dhe ta pranosh, nuk më intereson sa njerëz e shikojnë këtë gjë si promocion. Dili që tani nga live-i më bëni dhe blloke, mos u ktheni kurrë këtu. Jeta ime do vazhdoj siç ka vazhduar, me njerëzit që janë gati të punojnë me vete. Fare nuk më intereson çfarë mendoni për mua. Zero. Unë e di sa i shtrëngoj dhëmbët të dalë aty 80 kg mbi pesh. Plot me njerëz, e të jem vetvetja, e të qeshe, të shkëlqej, e të blej trajnime, e të ndërveproj me mentorët, edhe të kem një aurë të zgjeruar, e të jem vetvetja sërish, e të dalë këtu të bëj live për ju, pa asgjë në këmbim, e të luftoj çdo natë, kur zgjohet fëmia im 3 të natës dhe qan pa arsye, dhe në mëngjes të jem, përshëndetje, një ditë të bekuar gjithëve, unë e di kush jam, nuk më intereson çfarë mendon ti për mua. Unë kam kaluar nga një rrugë e caktuar, dhe dikush më ta shikoj shumë të ashpër për këtë tipin tim. Unë e kam kuptuar që shqiptari më vlla nuk kupton me butësi. Nuk do shqiptari ledha ti me shpatulla, gjëra falso, do jetë të vërtet, do njerëz të vërtet, do energji të vërtet, do shembull të vërtet. Shembulli i vërtet është ky. Jam dakord të ëmbëlsira, butësira do vinë më vonë, si fillim ti do të çosh me inat. Do zgjohesh me inat, sepse në një lum të tillë që ke qenë ti dhe kam qenë unë, vetëm inati të nxjerr. Vetëm inati, sepse dashuria ja të japun sa të duash, po nuk arrin të nxjerrë ty dashuria, se ti nuk e njeh. Ti nuk e njeh gjuhën e dashurisë, vetëm një energji që ty të nxjerr lart për herë të parë është energjia që ti njeh. Është ai inati akumuluar dhe ne atë do ngacmojmë. Dhe ti do të çohesh lart derisa për herë të parë të çohesh në këmbët e tua. Dhe pastaj më tej, filloj me dashurinë e pa merak. Kam pafund të të jap ty dashuri, se aktivizova. Pafund. Sa herë më ka munguar dashuria në jetë, në fëmijëri, edhe tani. Atë dashuri unë e riprovoj brenda meje shumë fish dhe e jap aty jashtë. E jap me bollëk. Prandaj buron akoma më shumë. Kam unë dashuri të jap, po si fillim, më vjen keq të ta them. Ti ke nevojë të shkundesh nga një njerëz që e ka bërë rrugën para teje. Kaq për momentin, do bëj pak pushim. Se fola shumë.
Ndërkohë ti analizo pak çfarë thash unë edhe këtu jemi. Qa ke sot ti? Këmbët? Do bëj këmbët. Kemi qenë ullur gjithë fundjavën, më mirë të bëjmë këmbët. Unë kam këmbët sot në palestër, Edi ta mendoj edhe pak. Tani, filloj me shpjegimin e leksionit. Ky është e motivimi hyrës, le ta quaj. Take it or leave it, mere ose lëre, aq ma bën, aq ma ndjen. 10 orangjit më thonë jep Jona se je fikse që duhet jesh, edhe unë do jap. Qa ndjej do ta them, nuk dua ta frenoj veten, nuk dua ta ndryt, nuk dua ta detyrsoj veten, fare zero. Në ndalova për një moment dhe pyeta veten në fakt, edhe dje kur vinim rrugës, që po dëgjonim atë podcastin në makinë, thash, kush është ai njeri që e bën këtë? Kush është ai njeri që e bën këtë? Ta ketë interesi në shumë gjëra. Në shumë gjëra ne kemi interesi. Dhe prap të krije eksperienca me fëmijë që dikush e quan me probleme. Dhe gjatë rrugës në makinë mos të bëj debate ju, po të bëj një podcast, të zhvilloj veten. Të provoj vende të reja, të ndaloj 5-6 herë gjatë rrugës aty ku do fëmijat e lodra të lozi. Të sfidoj atë inatin e tij, mllefin e tij, ngarkesën e tij prindërore, të përditshme. Kush është ai që e bën këtë gjë? Rralli janë ata që e bëjnë. Rriqet se nuk dukesh në live, rriqet. Shumë pa. Ato që kam punuar dhe vazhdojnë punoj me vete. S'është mjaftueshme të kesh punuar. Unë mendoj që janë shumë pak ata që e bëjnë. Dhe ata që e bëjnë janë ata që janë i quajnë hama se kanë ndjeksa Instagram, ose është i famshëm. Janë ata që e sfidojnë veten. Janë ata që e detyrojnë veten. Vetëm të lutem vere silent atë se po dridhet shumë tavolina. Janë ata që e sfidojnë veten, janë ata që shtrëngojnë dhëmbët. Janë ata prindër që mund të çojnë në mëngjes, në gjatë natës në një pellg urine që ka urinuar fëmia në krevat, e ka bërë pellgun e urinës, edhe mund të jetë i zhytur në urinë nga kokat e këmbët, edhe vetë prindi, edhe ndron ato çarçafët me shumë dashuri, me përqafon i dhuron dashuri fëmijës, e ndron, e vën në gjumë të krevati tjetër, të dhoma tjetër, dhe vetë shkon fle në divan dhe çet në mëngjes e thot mirëmëngjes, javë të mbarë të gjithëve. Janë ata njerëz që shtrëngojnë dhëmbët e kapen me thonjtë e jeta, nuk janë ata që më dhëmb aty, më dhëmb këtu. Uftoha, më dhëm barku, më dhëm bytha, më dhëm koka. Këta njerëz që vetëm ankohen, vetëm ju dhemb, janë njerëz që tërheqin, e duan zvarritjen, e duan të ankohen. Karikojnë shpirtin me këta ankesë, zvarriten, sepse nëse ata thonë që jam mirë, atëherë po nuk të dhembi gjë, duhet të veprosh, duhet të luftosh, ama po të dhembi prapanica, jo do rriun se më dhem. Kush do jesh ti? Kush do jesh ti në këtë jetë? Ai që të dhem prapanica do rish në vend? Apo ai që do luftosh? Se nuk është rastësi që unë kam sukses, e dashur apo i dashur që më ndjek nga Instagrami, apo ata mentorët e tjerë, nuk është rastësi që kanë sukses. Nuk bin gallata ata rrugë, shikoj një live. Nisa mirë, ndjeva mirë për momentin. Jo, ata ecin para. Shtrëngojnë dhëmbët, kapen me thonjtë e jeta dhe ecin para. Dhe ma beson, përgjithësi ata njerëz që e bëjnë këtë, janë ata që kanë sfidat më të mëdha në jetë. Sepse kanë shumë shpirt të karikuar për t'i vërtetuar të tjerëve dhe vetes që mund t'ja dalë. Dhe është anë ndjesia që ti pavarësisht fëmijës, sfidave që ke, mund t'jesh shtatzan, mund t'kesh 1 milion sfida. Autizëm, mund t'a kesh fëmijë në karrocë, shumë sfida të tjera, mund të ketë partnerit ka humbur jetën. Ka dy grupime njerëzish, ata që kur ndjejnë dhimbjen thonë unë ja dal, dhe nuk ndalojnë derisa të çojnë, gradualisht çojnë në gjunjë, çojnë në këmbë, thonë unë ja dal, duke u zvarritur ecin para. Janë dhe ata të tjerët që çajnë aty edhe fillojnë e besojnë që unë jam viktima. Unë nuk dua që ti jesh viktima. Ti ndjek profilin tim të Instagramit. Ti ndjek një njeri që ti e di se kam luftuar unë të arri këtu ku jam, nëse më ndjek që nga fillimi. Ti e di sa të vështirë kam pas jetën, unë që kur të hapë syt në këtë jetë. Jam rrit me një programim aq negativ se s'ka ku të shkoj. Me trauma e gjithçka tjetër. Ti e di se sa të ashpër e kam përjetuar unë ankthin edhe atakën e panikut dhe depresionit, gjitha këto problemet e shëndetit mendor. Ti e di se sa më sfidoi Zoti mua me fëmin tim, një fëmijë kam sfidoj. Se kam parë ndonjëherë veten unë si viktim. Ja ku jam këtu para teje si zonjë, me xhaketë, e larë,
me aromë të mirë, e krehur, e buzëqeshur, kam larë shpirtin unë mbi të gjitha, kam larë mendjen unë mbi të gjitha. Dhe ti të ndjekësh një profil si ky imi, një shembull të tillë shqiptar. Edhe ti jesh akoma në rolin e viktimës, unë nuk e pranoj këtë gjë. Nuk e pranoj këtë gjë. Nuk ka justifikim në 2025 në kjo gjë. Duhet të inkurajoj të çohesh, të bësh diçka për veten tënde. Do ndaj eksperiencën time sepse dje unë e bleva një trajnim me 3-0 nga mbrapa, jo me 2, siç janë trajnimet e mia. Dhe në ato momente që unë do paguaja, do fusja pinin të aplikacionit si quhet, aplikacioni bankës në celular, se s'po m'vinte fjala. Dhe në ato momente një lloj programimi më tha, po janë shumë lek, ose janë lek këto që jep. Në ato momente unë e thash me zë. Qamë, të kursej unë për zhvillimin tim, të kursej unë për të ardhmen time, të kursej unë për një mundësi më të mirë për veten time, edhe mos të kursej unë për lecka, se ideja është ne kursejmë shumë për këto gjërat e tjera, ndërsa lecka ti blej, një drek shkoj me ham, shkoj më Durrës në hëngrëm drek, do ham sushi, do ham peshk, ho. Po e hëngra drekën pasi bëra investimin. Shumica e njerëzve shkojnë han drekën, edhe nuk bëjnë asnjë investim për veten e tyre. Jo, unë investova te vetja ime dhe vazhdoj investoj. Tani thjesht duhet të ulem seriozisht dhe të shkruaj dhe të punoj me veten dhe të studioj. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ti ndihesh në këto momente që të investoj të bëj një trajnim, po të ngelesh në të njëjtin pellg, në të njëjtin grop, mua nuk më pasuron leku yt. Mua më pasuron shpirti dhe mendja ime. Si me këtë gjë që bëj si me një gjë tjetër, unë e pasur jam, se unë kam darë mendjen që në këtë jetë do jem e pasur dhe jam e pasur. Vjen leku te unë nga të gjitha anët në çdo drejtim të mundshëm, dhe nga hiçi mo. Dhe nga hiçi, zero ka manifestuar dhe vin nga hiçi, vin. Siç pe atë 5 vjeçën, është herë e dytë që më dilte një 5 vjeçë kështu nga hiçi. E dyta herë. Një më doli në rrugë, një më doli aty në seminar. Pse? Siç vjen 5 vjeçë atë unë vjen te 500 mishi atë unë. Sa jam e pasur në mendje, kam darë mendjen. Po ti ku je në jetën tënde? Sepse në jetë duhet të pranosh edhe ta lësh egon me një, duhet të pranosh të mësosh dhe nga të tjerët. Duhet ta pranosh që unë ndonjëherë kam kaluar kaq shumë gjëra sa më bën të jem më lart se ty. Kam çfarë të mësoj dhe çfarë të them. Kam studiuar shkencë, kam studiuar mjekësi, kam studiuar hipnoterapi, kam studiuar trajnere fitnessi. Jam e kualifikuar, eksperjenca që nuk paguhet, puna që kam bërë me njerëzit e tjerë, këtë bisedë e bëra unë me veten në seminar për mentorët të cilët bleva unë trajnimin. Nuk do jemi të gjithë gjeni, do jemi ignorant në ato fusha, ma në ato fusha që jemi ignorant ta informojmë veten, kështu që do e pranosh ndonjëherë që duhet edhe të mësosh nga unë dhe nga dikush tjetër. Nëse nuk e pranon në rriti aty ku je, grupi ka arrit 16 persona për te limiteve, 4 vende janë të fundit. Grupi ankthit ka vende plot sa të duash, se aty nuk vë limit, aty dua të ndihmoj dhe është më lehtë për mua të punoj. Për te limiteve, aty do punojmë pak më me detaje. Bëje, po deshe mos e bëj, vazhdoni jeta ime. Edhe 4 veta të regjistrojnë, vazhdon jeta ime. Është në dorën tënde çfarë do bësh. Dhe të premtoj diçka. Kur ishim dje te ai vendi që postova ato fotot me vajzën dhe me Edin, isha e vetmja aty që nuk kërkoja asgjë Zotit, isha e vetmja që vetëm vëzhgoja, isha shumë mirënjohëse. Dhe i kujtova vetes që e vetmja arsye që ti jona je këtu ku je tani dhe përjeton këtë ndjesi paqeje në gjithë qenien tënde, është sepse çështja në 5 të mëngjesit kur të tjerët ishin në gjumë, është sepse nuk reagoje me shpërthimet emocionale, po qëndroje pak kur të tjerët shpërthenin dhe nxirrnin mllek. Është sepse u çove e paketove gjithë shtëpinë në kuti kartoni, emigrove disa herë kur të tjerët ndihen rehat në një shtëpi për 10 apo 15 vite rresht. Është sepse në orën 2 të natës, në orën i përshtatës e orës së Amerikës, kur ishte orari më i përshtatshëm që ti të bëje trajnimet edhe kualifikimet e tua dhe nuk flije gjumë, është sepse mbijetoje me 3 orë gjumë kur të tjerët 8 orë gjumë i kanë kështu të panegociueshme. Arsyeja që unë isha në paqe në një vend të shenjtë nuk ishte sepse vajta ka i vend i shenjtë, ma besoni, nuk e ndjeva shumë atë ndjesinë e shenjtë aty, sepse unë ndjej ndjesinë e shenjtë edhe këtu ku jam. Jam shumë në paqe, ndjej kam shpirtin plot, zemrën plot, jam e lidhur me Zotin në çdo sekondë të ditës, në çdo vend të këtij planeti. Sepse jam rehat në lëkurën time dhe në shpirtin tim. Dhe unë ja uroj çdo njeriu këtë gjë, dhe uroj me shpirt që kjo energji dhe ky informacion dhe kjo frekuencë
më në fund të të zgjojë dhe të t'japi mundësinë ta shpëtosh veten, sepse ajo jetë që ti bën nuk është jetë. Është iluzion. Është një gënjeshtër, është një mashtrim, është një qark i mbyllur që ti vjen rreth e rrotull vazhdimisht dhe vazhdimisht. Dhe atë e kuptova kur dola nga zona e rehatis disa herë gjatë këtyre javëve të fundit. Në fëmirin ton, ai fëmia i vogël brenda nesh, që konkretisht tani është kthyer në atë fëmijën e brendshëm, që ne i quajmë fëmia i brendshëm, ka disa nevoja. Ka pasur disa nevoja kur ti ishe fëmijë, dhe ti ende tani ke disa nevoja në nivelin e fëmijës tënd të brendshëm. Nevoja e parë është të ndihet i sigurt, që ti të ndihesh siguri. Por nevoja për të ndiher i sigurt lidhet me gjendjen e mbijetesës. Kur ti i vogël në vegjëlinë tënde, në fëmijërinë tënde të hershme, 7 vitet e para, ti nuk e ndiher siguri, është krijuar një mekanizëm në sistemin tënd nervor, që është një mekanizëm ndërveprimi, mekanizëm mbijetese dhe është një model i caktuar reagimi i sistemit tënd nervor, që të ka mësuar se si ti të jesh gjithmonë në mbrojtje kur nuk ndihesh e sigurt, ose të strukesh. Tani reagimet, se si ti reagon, i kam përcaktuar në 3 grupe themelore. Por tani po flas vetëm në aspektin e ndjesive që ti përjeton, dhe nevojës që ti ke, si ta shpresh ti atë pasiguri që ke ndier në fëmijëri ose ndjen fëmia yt i brendshëm tani. Dhe kur ti ke qenë i vogël, ke ndier pasiguri, luftra, trauma, dhuna në familje, ke pas nevojë për një përqafim dhe atëherë ecni me këtë teorinë që mos e përqafo fëmijën se mësohet keq, ose lëre të qaj se i bën mirë i hapen mushkrit. Pra kanë qenë këto ignorancat dhe broçkullat që fatkeqësisht dhe sot e kësaj dite vazhdojnë, por që unë po flas për ty që je këtu që e kupton që kanë qenë idiotësira të gjitha këto. Dhe nuk është se ti ke marrë dashurinë edhe ngrohtësinë dhe praninë emocionale të shëndetshme të një modeli prindëror qoftë nëna apo babai. Dhe në këtë rast, ti e ndier totalisht e pasigurt dhe ke mësuar se si trupi të veprojë në një gjendje pasigurie. Kur unë të them ty, fillo punën me veten, menjëherë ai model pasigurie zgjohet dhe ti përpiqesh të strukesh, të tërhiqesh. Prandaj ti nuk ke guxim, të nuk guxon që të kërkosh ta zhvillosh veten, të guxosh të paguash për zhvillimin tënd. Prandaj është një përqindje e vogël e njerëzve që e quajnë normale, domethënë po, siç blej një rrobë, blej një libër, siç blej atë libër, blej një trajnim ose bëj një mentorim që të abonohem dhe të kem mentorin tim, të heqësin tim. Do thënë i quajnë këto gjërat pa konceptueshme shumica, se janë hama gjërat, ka dalë modë e re tani. Nuk e kuptojnë që kjo moda e re që ka dalë tani është si moda e celularit para 20 vitesh apo 15 vitesh, që dukej tani të gjithë edhe pleqt kanë celular në duar. Pra, kjo gjë që ti përjeton tani do ti do e bësh, është një rrugë që ti nuk i shmangesh dot. Puna me veten, që ti të shërosh fëmijën e brendshëm, në një moment të caktuar ti do e bësh. Edhe po se bëre ti më keq akoma do e bëj fëmia yt, se do ja kalosh të gjitha traumat fëmijës tënd. Prandaj në këtë rrugë çdo shpirt kalon dhe është rruga e zhvillimit personal, e shërimit shpirtëror, e fuqizimit të mendjes dhe e riprogramimit të trurit. Duam, s'duam, ne të gjitha këto do i kalojmë. Unë jam shumë e lumtur që i kalova para 5 vitesh, sepse tani po kap mundësitë që më jep jeta. Po i shikoj mundësitë dhe i kap, e jetoj jetën, e shijoj jetën. Nëse nuk do e kisha bërë para 5 vitesh, do isha penduar tani sa s'ka ku të shkoj më. Dhe ta siguroj që ti po se bëre tani, 5 vite disi kalojnë dhe do pendohesh shumë. Çfarë kam mësuar unë nga studentët, e sidomos nga një nga vajzat që erdhi nga Kosova me vajzën e saj dhe bashkëshortin, një nga zonjat që ishte pjesë e trajnimeve, e disa trajnime, të gjithë trajnimet i ka bërë ajo me mua, trajnimet që unë ofroj, dhe çfarë vura re kur e përqafova dhe të shikimi i saj, domethënë e krahasova me seancën e parë para 1 viti e gjysmë, 2 vitesh që ne jemi takuar në WhatsApp me një video call, dhe pa shikimin e saj ishte tjetër njeri. Edhe u preka në fakt sepse thash, shiko pak se çfarë ndodh kur dikush e ndan mendjen. Thotë që këto kalbësira ndalojnë te unë, nuk do kalojnë te fëmia im. Ata si familje kishin një aur, një energji aq të pastër. Edhe mbi të gjitha, në momentin që ne ulëm në tavolinë të konsumonim një kafe, mbas 3 minutash u lançua kënga e tyre, e kësaj zonje me vajzën e saj. Nxorën një këngë të dyja bashkë. Dhe tekstin e gjeni dot se kush e kishte bërë?
kjo zonja vetë mbas trajnimit ju aktivizua, ju riaktivizua punëtia e saj për poezi, për të shkruar, për të bërë tekste, për të bërë muzikë, sepse ka qenë këngëtare para shumë vitesh dhe unë se dija. Ja që ti e ndryshon jetën kur bën punën me veten, kur futesh në brendësinë tënde. Dhe ne na duket diçka si përfaqësore, bëhet një trajnim, nuk është trajnim. Është mision jete. Nuk është trajnim. Siç jam këtu në live jam dhe aty. Mos e bëj me mua trajnimin ti, me që kapesh te ideja që s'kam lek. Ti nuk e lek, po ti ke justifikime pafund. Askush si ka lekët të tepërta, e sidomos unë që kam një fëmijë me autizëm, që duhet i bëj terapi të rregullt vazhdimisht edhe vetëm suplementet i shkojnë 500 euro në muaj. Askush si ka lekët të tepërta, askush si ka lekët të tepërta. Sa anko është i përqiran tënde që e ke fëmijën të shëndetshëm dhe jam e lumtur që e ke dhe Zoti t'i japi shëndet gjithë fëmijëve të botës. Unë aq kam suplementet e fëmijës tim me autizëm. 2 fishin e asaj unë kam terapinë e fëmijës tim me autizëm. Dhe unë jap paguaj për zhvillimin tim. Ti ke justifikime me shumicë, nuk është se të mungojnë parat. Ti je mësuar që të zvarritesh në lum për shumë gjatë se kështu të kanë mësuar të tjerët, sepse pika 1, pasiguria. Je ndjerë e pasigur dhe thua të tërhiqe mund tani, mos ta paguaj këtë trajnim, mos ta bëj punën me veten. Pika e dytë, nevoja e dytë. Ne kemi nevojë ta ndiejmë në fëmijëri që dikush përkujdeset për ne. Dhe duke marrë parasysh atë metodën dhe modelin e prindërve tanë ose të gjyshërve që hase fëmijët rrisin njëri tjetrin ose hase fëmijët rriten vetë, ne nuk kemi marrë një prezencë të ngrohtë prindërore në jetën tonë. Pra nevojat tona ose për kujdes janë e njerëzve të tjerë nuk është se është ofruar pa kushte. Është ofruar me kushte, vetëm kur sëmureshim, vetëm kur qanim, vetëm kur ndodhte diçka në raste shumë të rralla, jo në mënyrë të rregullt të përditshme. Dhe në fëmijëri e kemi përjetuar si fëmijë vogël këtë gjë, ama sot ai fëmia i vogël është brenda nesh dhe i vetmi rol prindëror që ka në jetën e vet ja mund si e rritur je ti. Pra, Jona e vogël i ka sytë te unë dhe më shikon mua çfarë vendimesh marr dhe çfarë veprimesh bëj unë që të kujdesem për të. Për shembull, Jona e vogël sot donte që të vishej me këtë xhaketën dhe të kishte flokët kapura, kështu të ndihej mirë, të vendoste kremin, ta merrte më ngadalë jetën, të vendoste kristalet, i pastronte. Dhe unë atë bëra, pra unë kujdesa për atë Jonën e vogël brenda meje. Ti apo kujdesesh për fëmijën brenda teje? Dhe për kujdesja ka të bëjë me shumë aspekte. Që me ushqimin që ti zgjedh të konsumosh, që me informacionet që ti zgjedh të konsumosh, lajme, libra, trajnime, mentor, njerëz, informacione, filma, dokumentar, gazeta, pa fund. Në ditët e sot me informacioni që na ofrohet është shumë më i madh se sa aftësia e trurit për ta perceptuar. Prandaj truri zgjedh që të fiket. Fiket ndonjëherë, del nga qarku, sepse nuk e përballon dot gjithë atë informacion. Prandaj është e rëndësishme që ne ta ngushtojmë fokusin dhe të fokusohemi vetëm në një trajnim ose ta mbarojmë një libër nga fillimi në fund, ta bëjmë një aktivitet nga fillimi në fund, që truri dhe sistemi ynë nervor të ketë mundësinë që ta procesojë këtë informacion deri në fund. Dhe përpasoj që do ketë mundësi që të zgjerohet pasi ta marrë këtë informacion. Kam kaq ditë që limitin e Instagramit e kaloj dhe thjesht e heq se merr si njoftim. Suporti emocional. Gjithashtu përveç nevojave themelore si ushqimi dhe gjitha këto është suporti emocional. Apo e suporton emocionalisht ti veten tënde. Apo çdo emocion që të vjen ti i ndrydh, i shtyp këto emocione, i tjetërson, bën sikur nuk janë aty, shmang i harron. Pra kjo është nevoja e dytë. Ose më rithua ta ulte pak fare, se vetëm unë dhe një burr jam këtu. Thuaj më mos bicikletë nga kjo skajë. Thuaj, ule dhe pak, thuaj. 2 njerëz janë lokal. A është plot andej? E mirë, hajde. Okej. E ke hap një live-in si dëgjojmë unë aty apo? Çoj pak volumin, dëgjoj mirë. Nevoja e tretë. Këtu do qëndrojmë pak më gjatë. Këtu do qëndrojmë pak më gjatë sepse kjo lloj nevoje na sjell probleme bashkëshortore, na sjell probleme me fëmijën, na sjell, është okay, faleminderit. Probleme në prindërim në gjithçka. Nevoja që të ndihesh i dëgjuar, a të ka dëgjuar dikush? A janë dëgjuar nevojat e tua? A janë dëgjuar dëshirat e tua? A është dëgjuar zëri yt? Jo.
që të vegjël, kur kemi qarë si bebe, cili është tingulli që kemi dëgjuar, dhe tingulli që unë kam urryer gjithmonë dhe urrej kur ju bëhet bebe dhe është ç'është kjo? Më vjen ta kap prindin këtu që ja bën atë ti them boll, ç'është kjo? Këndoj më fëmijës një këngë foli, të kam shpirt, të kam jetë, mami është këtu, babi është këtu, tundi dhe kokën. Ç'është kjo shishi? Na ka ngel është trashëguar shishi dhe vazhdojmë shsh. Dhe shsh na bën dhe personi që kemi në krasë, dhe ai teorinë e shsh ka ndjekur, shsh i bëj dhe unë atij. Dhe derisa të dalim nga modeli i shsh-s, do jemi të ndrydhur dhe do ndrydhin fëmijët tanë. Jemi këtu. Zgjohu, më ndjek. Si e ke vënë në gjumë fëmijën ti? Është dikush këtu që nuk i ka thënë shsh fëmijës? Asnjë. Nëse është dikush, bravo të qoftë. Shsh. Po kur u rritëm u zvendësua kjo shsh, u plotësua pak më shumë, po shja aty ishte, nuk mungonte. Pusho. Mbylle, mjaft. Të erdhi kjo turinjve. Do me thënë, modelet se si ne jemi rritur, kanë qenë modele të cilat na kanë ndrydhur, na kanë shtypur, na kanë zvogëluar zërin ton të brendshëm derisa është bërë inekzistent. Po të ai zëri brendshëm ndonjëherë janë përcjell dhe sinjale dhe informacione nga nevojat e tua të paplotësuara dhe ti ato nevojat e tua të paplotësuara i ke ende sot. Dhe ti projekton të tjerët. Dhe ti projekton të llogaria e bankës, dhe ti projekton të gjendja jote, të trupit, të pamja, të gjithë shka, të energjia jote. Ti projekton të prezenca jote aty jashtë në jetë. Dhe kur këto tre nevoja themelore të fëmijës tënd të brendshëm janë ende aty të paplotësuara, ti je sërish dhe sërish duke jetuar në influencën e prindërve të tu, gjyshërve, të njerëzve që e kanë bërë dëmin tashmë, dhe ai dëm që është bërë po të kontrollon jetën. Një gjë është e sigurt dhe unë ndjej këtë gjë dhe e di shumë mirë. Ti që je gati, do e kuptosh se për çfarë kanë fjalën. Ti që je gati dhe ka ardhur momenti, ti e di shumë mirë që e gjitha kjo është për te i këtij dimensioni. Ti do vije në këtë jetë të shëroje plagët e tua emocionale dhe të përmbushje misionin tënd. Dhe do ishe përballë meje në një live apo në një trajnim dhe e di që do jesh aty. Për ty që nuk je gati dhe nuk i kupton, mos i gjyko këto informacione, mos e jep një mendim, mos e jep një kritik, mos e jep një duartrokitje asgjë, thjesht qëndro aty. Qëndro dhe lejoj të depërtojnë të ty. Sepse këto informacione e di që truri yt të thotë që sulmoje, nxirre arma, se kjo është e panjohur, sulmoje. Nuk ka asgjë për të sulmuar. Ka vetëm dashuri, ka vetëm nevojë që ti të shërohesh, ka vetëm hapësirë që ti të jesh vetvetja. Nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë që unë bëj, sepse unë e bëj 90% falas, vetëm 10% të shkreta janë me pagesë, që unë të kem mundësinë të jetoj një jetë normale. 90% e kësaj që unë bëj e ke falas. Nuk ka të bëj me mua, ka të bëj me ty. Ka të bëj me ty. Pranoje këtë informacion dhe shëroje veten. Do flasim dhe për 3 tipet kryesore, janë më shumë, po këto janë 3 kryesoret që në një live kaq mund të flas, të tjerat i ndajmë të trajnimin me detaje. Janë 3 tipet kryesore të mënyrës se si plagët emocionale ndikojnë te fëmia ose roli që merr fëmia i brendshëm, që pasqyra dhe tani që ne jemi të rritur. Dhe tani si të rritur, po të vësh re se unë do e shpjegoj dhe ti do thuash, mos, shiko, unë po e gjej veten aty, shiko si flet sikur po flas unë. Sepse të gjithë një lloj reagojmë. Sistemi nervor është një lloj të njerëzit. Thjesht ngacmimet i kemi marrë të ndryshme, traumat, bllokimet, prindin, situatat, vendi ku kemi lindur, shtëpia ku jemi rritur, gjyshrit, shkolla, domethënë situatat rrethanat kanë qenë deri diku të modifikuara për secilin nga ne, por reagimi i sistemit nervor është identik një lloj për të gjithë ne. Dhe kur them një lloj funksionojmë në njerëzit, dhe prandaj kur unë flas ti e gjën veten. Sepse unë kam përjetuar dhe i flas nga përjetimi im, e di si ndihet në trup në lëkurë. Pastaj kjo pjesa tjetër e shkollimit ka qenë e domosdoshme. Ma beso sepse dhe termat që unë po përdor, domethënë duhet që një farë termi të jetë më profesional sepse është psikologjia e njeriut, që nëse unë do të flisja vetëm me gjuhë popullore, nuk do isha aq e bindse për ty. Ma beso, nuk do isha aq bindse për ty.
edhe nuk do godisi aq shumë te ty, po ti do e mbylli atë portën e hekur të mendjes. Po ti tani kur unë flas me terma shkencor, që është profesioni im, ti hap dyert gradualisht, se është profesioniste, pra truri pranon atë justifikim, kur them ty them egoja, truri, mbijetesa. Pranon atë justifikimi që se është profesioniste, pastaj kur unë të flas gjëra që të shkundin nga jeta e përditshme, ti do ta arratisesh, po nuk arratisesh dot nëse tashmë e hape derën. Prandaj shkollimi ka qenë i domosdoshëm, por të them të drejtën, diploma më e fuqishme që mua më ka dhënë shumë pikë cimentore ka qenë eksperjenca jetës. Unë e di çfarë përjeton ti, unë e di çfarë ke përjetuar ti, dhe studentët e trajnimeve din shumë mirë se sa hapur flasun ato trajnime për të gjitha llojet e traumave. Sepse në Instagram nuk do thuhet çdo gjë. Sa të mira ka bërë kafen sot. Balancojmë pak energjinë. Sado me pasion që e kam këtë gjën, edhe sado që dua ta përcjell informacionin aty jashtë, nuk ja imponoj askujt, kush të doj ta dëgjoj, kush të doj mos ta dëgjoj, por unë e di dhe këtë gjën tjetër që thash në fillim, që shqiptari do pak shkundje, se në gjumë do vi momenti, nuk vi momenti, tani është momenti. Sa momenti do vi? Kur të vi momenti ty ka dalë njoftimit e shtylla, që unë uroj sa më shumë të vonoj, 100 vjeç të roshti. Na kanë gjithë letrën e shtyllat, gjithve kur të presim në momentin. Hikëm nga ky dimension. E pastaj do thotë, njeri i mirë i shkreti, vajzë e mirë e shkreta, djali i mirë. Çfarë duhet ne çfarë do thon pasi të hikim? Ç'është është të jetojmë tani? Çfarë kemi për të jetuar? 3 tipet kryesore të plagëve emocionale që kanë ndikuar te fëmia i brendshëm që të marrë një rol të caktuar. E para është ai që fshihet. Pra, kur ti përjeton neglizhencën emocionale, traumat, persona të cilët nuk të kanë lejuar të dëgjohet zërit, nuk të kanë lejuar që ta mësosh atë mekanizëm se si është shprehia, të shprehësh brendësinë tënde, të jesh më ekspresiv, ti e krijon një model të caktuar dhe fëmia i brendshëm merr atë rolin atë që fshihet. Janë persona të cilët rrinë në përcepa, rrinë në fund të klasës, në shkollë, janë persona të cilët nuk çojnë dorën asnjëherë, janë persona të cilët fillojnë ato simptoma rrahet e zemrës, thjesht po ju përmend emrin, janë persona të cilët duan që të jenë, domethënë, këtë përjetova unë në 3 sekonda kur u përmend emri im te ai seminar, nuk ja kam thënë asedit. Asedit nuk ja kam thënë. Dhe po e them tani live. Janë emocionet e mia, normal që do i them. Emocionet nuk etiketojnë pozitive e negative, janë gjendja ime, do i flas. Edhe e di që do ju ndihmoj dhe ju. Kur u përmend emri, domethënë se si tingëlloj Fationa Cici. Dhe mua më kujtua ajo vajza e vogël në klasë, kur mësuesi thoshte Fationa çau në dras. Edhe domethënë 3 sekonda pastaj thash ftillau më, po më je Fationa, ajo që ke bërë që ftillau, më kujto kush je, e kapa situatën. Por 3 sekonda e përjetova atë emocioni që doja të fshihesha, të futesha poshtë karrikës. Po s'kisha ku të futesha, isha në rreshtin e parë, kisha mentorët përballë, kolegët e mi të dashur që i dua dhe i vlerësoj shumë. Ishit ju, disa nga ju aty mbrapa, ku të mbytesha dhe të futesha. Prandaj ç'a do bëja? Drejtova trupin. Faleminderit. Ndërkohë brenda trurit i bëja lufta. 3 sekonda ajo lufta që kështu pastaj pjesa tjetër doja të futesha aty poshtë karrikës, pastaj u ftillova. Jeti, pranoje veten me dinjitet, me krenari. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Qesha pak kështu, iku siklet, ja që ishte. Doja të fshihesha, sepse në fëmijëri nuk janë dëgjuar nevojat e mia të zërin, dhe tani unë nuk di se si, nuk dija se si ta paraqesi atë zërin tim aty jashtë. Dhe kur askush të bën komplimenta, se si duket të bëj komplimenta të tjerët. Tani unë duhet isha mësuar me komplimenta kaq shumë sa më keni bërë ju në 5 vite, por është ndryshe ajo gjëja live dhe kur dikush aq i arrir profesionalisht edhe personalisht, siç është janë, domethënë një njerëz shumë lart në mindset, në gjithçka, kur të merr ty si shembull një ndër shembujt më pozitiv në Shqipëri, ndjesh shumë e vlerësuar, shumë. Normal ti do të futesh poshtë karrigës, po kjo s'është normalja për të tjerë, është për mua dhe për ty, që na i kanë ndrydhë zërin kur ishim të vegjël. Pra është ai që fshihet, hajder, ai që futet poshtë karrigës, ai që do të jetë inekzistent, të fshihet nga ekzistenca njerëzore, sepse nuk di se si të dalë i hapur si vetvetja aty nga që gjithmonë e kanë zvogëluar. Pra ky është roli i parë i fëmijës së brendshëm. Fëmia i natosur, shpërthyesi, ai që bën sherre, ai që bërtet,
ai që merret me bixhoz, ai që mund të pijë alkool, ai që mund të bëjë debate, ai që vonon të kthehet në shtëpi, ai që kundërshton prindin, ai që e sulmon prindin, është personi i cili ka nevojë të bëj zhurmë që të gjithë të kthejnë kokën te ai dhe ta shikojnë, sepse asnjëherë s'e ka marrë vëmendjen. Unë në një aspekt kam qenë e tillë, në familje, edhe në shoqëri. Domethënë, nëse bëj një sherr ka njerëz që tërhiqen struken, jo. Unë i jepja tjetrit helmin, helmin që do të ma jep ja ktheja, e bëja ta provon të shihen e helmit vet. Dhe e bëra për shumë gjatë derisa e kuptova që okay, punë e madhe se e provoj dikush sa i hidhur është helmi që ai t'i jep ty lëret marri karmën e tij. Pra kur e shërova veten, nuk kishte më nevojë, nuk kisha unë pse të ulërisja që të dëgjohesha që isha aty. Fliste energjia ime pa folur. Isha këtu dhe ktheshin kokët, sepse ishte energjia dhe aura e zgjeruar, sepse kur ti je në paqe me veten tënde, subkonscienca dhe nënvetdia e të tjerëve tërhiqet në heshtje dhe ata vetë nuk e dinë. E ke vënë ndonjëherë kur jeni energji të lartë që ecën në rrugë që të shikojnë njerëzit e pa të njohur kthejnë kokat që nga lart, sepse nënvetdia e atyre ka etje për këtë dritë që ke ti, po ata nuk me logjik ata se kuptojnë, as nuk e kanë mendjen aty. Thjesht kthejnë kokat dhe të shikojnë sepse është nënvetdia e tyre që ka etje për këtë energji në të cilën operon aura jote dhe trupi yt i energjisë në këto momente. Pra ai që shpërthen i natosuri. Por në të vërtet poshtë i natit dhe shpërthimit të atij është më shumë ai zhgënjimi që pse nuk më dëgjuat, që pse nuk më that vëmendje, që pse nuk ishit këtu për mua. Pra ky është roli i dytë i fëmijës së brendshëm. Okej, dhe 10 minuta kohë kemi, shkurtimisht, dua ta mbyll shpjegimin. E treta, dini cila është? Është ajo që e vuajnë shumica. Shiko. Kur ju më shkruani se më kanë ardhur shumë mesazhe, ca nga ato i kam bajt edhe screenshot, po si kam postuar se s'ka kuptim ti postoj. Kur ju më thoni që Jona, shikoj shumë persona që shtiren, që janë rolin e mentorit dhe shtiren. Unë i kuptoj shumë mirë pse shtiren. Sepse janë akoma të pashëruar, sepse ende nuk e kanë bërë punën e plot me veten e tyre, sepse kanë pas atë thirrjen për të ndihmuar njerëz, për të bërë mentor, por nuk i kanë dhënë kohë vetes të kalonin rrugtimin e shërimit para se ta përcjellin aty jashtë. Po kanë dalë para kohë aty jashtë dhe procesin e shërimit nuk e kanë përfunduar fazën e parë të procesit të shërimit. Dhe normalisht nuk dinë se si të jenë vetvetja, se ende kanë frikë të jenë vetvetja. Në pamje të parë vendosin filtra, shumë makijazh, nuk dalin. Pra një mentor do dali edhe kur zgjohet nga gjumi, do dali aty për ty, që ti ta shikosh si është pa makijazh, i rrudhur, i thinjur. Një mentor duhet jetë i Zotit që të dali në formën e tij më jo perfekte dhe të shikoj qindra mijëra njerëz në sy dhe të thotë, kjo është normale, sepse nuk jemi këtu të garojmë, nuk jemi këtu të dukemi perfekt. Mua sot ti më shikon kështu, nesër më shikon si kukull, me makijazhe, të veshur bukur me fustan me taka. Kjo është jeta, jemi një herë ashtu, një herë kështu dhe është normale. Po që një njeri të arrijë këtë lloj mindset, një mentor ose një njeri thjesht, duhet të bëj punën me veten. Dhe modeli i tretë, roli i tretë që fëmia i brendshëm merret, di cili është? Kameleoni. Ai që maskohet vazhdimisht. Është ai person i cili shtiret për dikë tjetër, tjetërson mendimet e tij, tjetërson ndjenjat e tij, përpiqet të bjerë dakord me të gjithë, përpiqet të ofrojë, kur është mentor, përpiqet të ofrojë aty jashtë atë që do turma, pra ka frikë të hapi tema që do marrë kundërshtime. Ka frikë të hapi temat që ai ndjen vërtet, që e di që do e gjykojnë të tjerët, nuk e bën. Qëndron safe, i sigurt, në ujëra të sigurt, sepse është kameleon, edhe pse dëshira e tij është tjetër gjë, ai bën tjetër gjë. Flasi për njerëzit që nuk janë në fushën e mentorimit. Çfarë? Ti përshtatesh me mamin, me babin, me kolegët e puna, me partnerin tënd, nuk di se si më në fund të heqësh maskat, të grisësh maskat, tema që bëm live para 2 javësh, të grisësh maskat dhe të thuash mjaft, kjo jam unë. Këto janë dëshirat e mia, sikur të gjithë të më heqin qafet, heqin dorë nga unë, prindrit të më braktisin, mos të më duan më. Ndjekësat e Instagramit të shkoj 0 followers, 0 me 0. Të kesh guximin ta ndërtosh nga e para çdo gjë si vetja jote e vërtet. Nuk e bëjnë dot të gjithë këtë gjë. Sepse jo të gjithë kanë ngrisë maskat e kameleonit. Jo. E ma besoj disa e vështirë është, se kjo lidhet me frikë, mos ngelesh vetëm. Sa frikë isha unë në fillim, derisa shpërtheva thash, mjaft, kjo jam unë, kush të më doj, kush nuk më do punë e madhe.
Tani, erdhi një grumbull njerëzish që flasin me pasion siç flas unë. Kështu që nuk i gjykoj dhe i kam qef njerëzit që flasin me pasion. Por, do bëjmë një përmbyllje shpejt e live-it, sepse shpjegimet të tilla, teknika të tilla ka pafund, ka plot. Te trajnimi i ndaj, sigurisht, janë trajnimet, nuk dua të përdor me termin trajnim sa shkollë më vete. Tani, shkurtimisht, të përmbledh pak se çfarë presun që të bësh ti. Nga gjithë këto informacione që unë të kam thënë, patjetër ti mund ta ndihmosh veten. Ke kanalin e YouTube-it në dispozicion, të marrësh dhe libra me një kosto shumë minimale, ti e ndihmon veten, po do të marrë më shumë kohë. 4 javë unë e kam vendosur energjinë time në dispozicion që të flas për ditë me ju. Ti jemi angazhuar çdo ditë, me nga një mesazh zanor, me nga një tekst, me nga një video të grupi WhatsApp-it, individual, do jenë trajnime individuale. Por kam vendosur 4 javë sepse nga mesi i dhjetorit unë i laj duart, shijoj vetëm veten time, nuk merrem më me trajnime për një muaj apo 2 ndoshta. Ky është grupi i fundit për këtë vit dhe unë pres nga ana jote që të shkosh tani në WhatsApp, ti vendosësh shkelmin çdo mendimi të frike që ti ke pasiguri që po sikur po unë do jap lekë, po çfarë lekësh po thua, është qetësia jote, do të kthen shumë fish lekët. Do të kthen 10 fish lekët. Se kështu funksionon, duhet të investosh që të vinë gjërat e ty. Dhe ato lek mbaj aty për festat e fund vitit, të bësh thonje, të blesh fustane, të blesh taka, dhe bashkë do shihemi në shkurt te grupi i ardhshëm që unë të fshi lotët e të rris vetbesimin. Se kam 5 vite që e bëj këtë gjë, e di shumë mirë. Hedhim një valle në fund vit, themi ja mirë, po sikur miku ankthi mua, po normale mos e të gënjen truri, të hedhësh valle normale që s'do kesh ankth, e shijon. Ka dhe raste që nuk e shijon dot. Kjo prapte unë, këtu do jem unë, në shkurt. Në janar jo, në shkurt, këtu jam unë me ty. Të punojmë prap. Po bëje tani punën, që unë jam kaq e karikuar për të punuar me ty, që unë jam dispozicionin tënd këto 4 javë. Ke 4 vende të lira të trajnim për të limite, ata 4 më me fat, ju lumt, shumë suksese, jeni të papar, do punojmë bashkë shumë fort, që një ditë të caktuar siç ishte Lira që unë nis nga Kosova, erdhi më takoj dhe ishte tjetër njëri bashkë me familjen e saj, ti je ti. Të më takosh, të pim një kafe dhe të thuash Jona, jam tjetër njëri, ja dola më në fund. Kështu që kaq për trajnimet. E pat kush jam unë, jo vetëm tani keni vite që më shikoni, e dini energjinë që unë jap që punoj me shpirt, e dini që unë do i them të vërtetën siç është, nuk dua t'ju bëj furça, gjërat që i ke gabim në jetën tënde unë do t'i them që ti të marrësh vendimet e duhura, e di gjithashtu që je i pasigurt për të vepruar sepse ta shpjegova, je mësuar që ti je i pasigurt dhe mas kohësh të tërhiqesh, po di dhe tjetrën që e kam parë te vetja ime që sa më shumë ta zvarritesh këtë periudhën që tërhiqesh nga jeta, jetat ikën para syve, të ikin mundësitë e jetës. Se unë atë seminar që bëra në fundjavë mos ta bëja më shpesh, mos ta bëja më shpejt. Do isha akoma më e lumtur, akoma më e fuqishme, do bëja trajnime të tjera shtesë. Po prita unë, prita të isha gati. Kështu që mbyll syt, dhe nëse ndihen me intuit që ka ardhur momenti yt, bëje, sepse unë tani po mbyll syt dhe po e lë në dorën tënde ta marrësh vendimin. Unë kaq kisha nga ana ime, besoj i dashur univers e përcolla energjinë siç duhet. Tani çdo shpirt e di vet ku ka ardhur momenti që të lëshoj të vjetrën. Ju uroj suksese të gjithëve, të gjithë studentët që tashmë janë pjesë e trajnimit për te limiteve. Mezi pres të njihem me ju, të bëjmë seancat e para, të dëgjoj ato historitë tuaja, kam marrë një blog të rishën imesh që do e mbush me historitë tuaja. Edhe mezi pres ta bëjmë këtë rrugë bashkë. Për ato 4 vende, ata që vërtet e duan, do i sigurojnë ato 4 vende, jam e sigurt. Ndërsa në shkurt e në vazhdim, grupet e tjera do jenë me çmimin normal, nuk ka me 20% ullje, vetëm këto 2 grupe janë. Ndërsa trajnimi për të menaxhuar anktin, do flasim, do bëj një live për atë temë, për keqkuptimet, për propagandat e gabuara, për mënyrën se si e trajtojnë anktin në Shqipëri, që është vetëm të përfitojnë para, i shikojnë njerëzit si pacient, edhe duan të ushqehen nga lekët e tua, nga energjia jote për vite me radhë, të bëjnë të besosh që ti ke diçka që nuk shkon, kur në të vërtetë vetëm gjë që ti ke nevojë është të shërosh veten, të marrësh kontrollin e vetes. Dhe unë këto ofroj në trajnim, unë nuk dua që ti të kthesh më te unë. Unë dua që ti të bësh një trajnim të jetosh jetën e lumtur, një vlerësim më duhet mua. Në fund Jona ja dola kaq, hec, nuk dua të vish më te unë, ka plot shqiptar të tjerë që duan të shërojnë veten. Kjo është e rëndësishme në fillim. Ti të bësh një shkollë. Që të zgjosh veten tënde. Sepse të gjithë personat të cilët ankohen, tallen, gjykojnë, kritikojnë, janë ata persona që janë ende në të njëjtin lum, atë do jenë për shumë gjatë.
Fatkeqësisht ti je pjesë e atij llumi, për sa kohë nuk shkëputesh dhe nuk bën diçka ndryshe. Dhe më vjen shumë keq ta them, po pjesa e atij llumi fatkeqësisht ndonjëherë janë familjarët tanë dhe duhet të luftojmë shumë që ta shkëputim veten fizikisht dhe në nivel energjie, fizikisht sidomos. Dhe ta pranojmë në fund që, po, unë kam lindur të jem ndryshe. Po, unë kam lindur të jem e shëruar. Po, është misioni im, unë kam lindur të jem e lumtur, unë kam lindur të jem e pasur. Unë kam lindur të jem e qetë, unë kam lindur të jem e buzëqeshur. Unë kam lindur të jem vetvetja. Vetëm se brezat e breza para meje dhe njerëzit që më rrethojnë janë tjetër gjë, nuk do të thotë që unë të jem si ata, unë kam lindur ta bëj këtë gjë. Dhe është okay ti jesh ndryshe. Kaq. Kaq. Hapa komentet. Çfarë keni nevojë të dini, pyetje, gjithçka, shpejt e shpejt para se të çohemi. Në paskart një duhet ikën të marrim një kështu zemër. Duhet marrim një porosi, që më ka një porosi. Genta thotë unë dua të jem pjesë e grupit. Genta nuk ta siguroj dot grupin unë, të vendin tënd unë te grupi. 4 vende nuk e di janë as janë, tani se gjatë live-it zakonisht për 2-3 minuta sa i them unë zakonisht zihen vendet, se kështu ka ndodhur gjithmonë gjatë live-it. Kështu që ti kontaktome në WhatsApp me numrin e stafit. Atëherë, numri WhatsAppit e profili im 068 38 17 117. Është numri ku ti ke stafin dispozicion që të sigurosh vendin tënd ose te profili im aty në bio, po të shikosh trajnimet e mia hap te përtej limiteve, hap pas hapi paguan aty në website dhe regjistrohesh. Mund ta bësh edhe kështu. Çfarë energjie sot, falenderoj shumë Jona. Është energjia sepse shkova te seminari që morra energjinë, sepse ne duhet ta karikojmë veten vazhdimisht dhe vetja nuk karikohet vetëm si për librave aty në shtëpi, duhet të hapesh, duhet të mësosh nga njerëzit më të zgjuar se ti, nga njerëzit të cilët kanë eksperiencë jetë ndryshe nga jotja, prandaj duhet i hapemi jetës. Unë nuk mund të jem kaq egoiste të bëj si e zgjuara e shekullit. Jo, shkenca evolon, updatetohet, energjia në planet updatetohet, vetë ne njerëzit updatetohemi, duhet të updatetohemi. Kështu që nuk mund të rri unë të njëjti vend jam Jona, Fatjona Cici, unë mentoria e zgjuar. Jo. Unë dua të ndihem e pa informuar në shumë aspekte. Kur them ignoranca, them mungesa e dijes, dua të ndihem e pa informuar që të shkoj, të mësoj, të marr më shumë. Prandaj është energjia e lartë, sepse kam qenë gjithë fundjavën me energji shumë të lartë. Genta thotë më jep atë ndjenjë që do të ngjallem edhe një herë. Unë do jap maksimumin tim, unë ngjalla veten time, kam bërë me shumë njerëz të tjerë, unë do jap maksimumin tim. Punën do e bësh ti, po do jemi bashkë për ditë. Është një trajnim që nuk ka të paguar nga vlerësimet që kam parë unë ose nga shikimet që kam parë unë në seancën e 8. Edhe kur ishim në kafe me Lirën që të thash ty dhe me bashkëshorten dhe vajzën e asaj që të thash, e shikon tani pse prekem unë në seancën e 8 kur ndahem nga këta student? Sepse ty të duke pa, Edit ju duk shumë e çuditshme dhe e pa imagjinueshme që pa tekstin e këngës dhe tha kush e ka shkruar këtë tekst këngë. O habeti thashu Lira, ka qenë studente e imja dhe ja ku është tani. Dhe është e pa imagjinueshme Genta se sa do arrish në jetë, nuk e imagjinon dot. Çfarë trajnimi është? Do e ruaj live-in edhe keni mundësi ta dëgjoni edhe një herë. Është trajnimi për te limiteve njerëzor, por ishin dhe 4 vende të lira. Ke marrë konfirmim? Se shikoj gjë me telefon në dorë? Nëse nuk është nevoja që nga stafi të na shkruajnë tani, po Edi i merr konfirmimet zakonisht nga stafi e sa vende ngelen dhe Edi më njofton mua. Kështu që deri tani le ta quajmë që janë 4 vende të lira. Nuk e di tani se ndoshta edhe mund të jetë rezervuar ndonjë tjetër. Kështu që Dorina thotë sa shumë ke dhënë Jona sot e ndjeva shumë. Faleminderit Dorina, edhe nuk mjafton vetëm ta ndihesh, bëj diçka, ulu, nxirr shënime, futu te trajnimi,
futu te seminaret, lexo libra, bëni diçka me këto informacione që unë jap. Unë jap në live këto informacione. Imagjino te librat e trajnimet e mi çfarë energjie ka. Tani unë nuk dua të jem modeste, dua të jem shumë e drejtë për drejtë. Unë nuk gri sallat këtu, më thon unë dal flas hajt mirupafshim. Kjo është ajo që unë bëj në jetë, ndryshoj jetë njerëzish. Gjithë formimin profesional dhe eksperjenca ime e jetës, e kam këtë fuqi tani, nuk dua ta shmank, e kam. Kjo është pika ime e fortë. Merr librat e mi, bëj trajnimet, hajde të mirëpresë trajnim, punojmë një me një bashkë, flasim për ty të bashkë. Kështu që jepini drejtim jetës, se nuk mjaftojnë vetëm live-et e Instagramit. Ja dëgjove live-in? Mos do jem çdo ditë këtu live tani, nuk do jem gjithë jetën këtu live për ty, se nuk ka kuptim, humbet balanca. Humbet balanca, duhet balancë në çdo gjë. Do jem edhe disa ditë të tjera, pastaj çfarë do bësh? Hajde te trajnimet. Okej. Paula thot sa kushton trajnimi. Trajnimi ofrohet me 20% ulje, se sa kushton trajnimi është çdo gjë shumë transparente dhe shumë e thjeshtë. Klikon linkun te profili im, ke trajnimet e mia, i ke çmimet për të gjitha trajnimet, seminaret, i ke të gjitha nivelet aty, seminaret, trajnime nga më të ndryshmet që kanë nivelin si në financa, si në informacionin që ofrohet, e kanë nivele të ndryshme për çdo njeri, për çdo mundësi financiare, edhe për çdo kërkesë. Por ato që unë ofroj që kam kontakt të përditshëm me ty janë për te limiteve njerëzore dhe menaxho anktin, 2 trajnimet. Ose për unë mendoj se i thash të gjitha tani, nga stafi nuk është se po marrim ndonjë mesazh që duhet të shtoj diçka tjetër, jam okay. Po. Ta mbyllim ikim palestër se kemi kaq ditë pa bërë xhim. Fikse kemi orën, pastaj të marrim vajzën. Prit. Jo, nuk kemi asnjë kërkesë tjetër. Nëse dikush e gjen veten te ky live, se më thot dikush se gjeta veten te ky live, i thot gjitha që shpjegove, nëse e gjen veten te ky live, nëse e gjen veten te unë si energji, nëse e gjen veten te këto çfarë unë shpjegoj, këto janë vetëm 5% të atyre që unë ndaj te trajnimi për te limiteve njerëzore. Nuk kemi më kohë për të humbur. Unë jam gati 4 javë. Hajde më 4 javë, ti vëm flakën, hajde 4 javë. Të kënaqemi, ta shijoj muzikë, kërcim, argëtim, informacione, do qajmë, do shkarkohemi, do fuqizohemi, do ringrihemi. Hajde futu në trajnim. 4 javë, pse jo? Hajde i vëm flakën 4 javë, të festojnë festat. Për herë të parë në jetë i festosh festat siç duhet, ta shijosh, të bësh gati për 2026-ën, të shpërthesh, ta çosh në maksimum potencialin tënd. Ke ardhur këtu të jetosh ndryshe, e vetëdijshme, e fuqishme, e shëruar, e pasur. Për këtë je këtu ti. Unë për këtë jam për veten time. Unë do zvarritem më që të ndihen mirë prindrit apo njerëzit që më rrethojnë. Jo vëlla, ndjeu se të duash ti, unë jam kjo që jam. Nuk do bëjmë një me turmën unë. Unë kam lindur të jem ndryshe, ti ke lindur të jesh ndryshe. Trajnimi për te limiteve të presa aty nuk dua justifikime nga asnjë. Dua të mbushen tani për 5 minuta ato 4 vende. Ata 4 veta që duan vërtet të punojnë me veten tani për 5 minuta. Ato 4 vende me një herë rezervo. Te linku direkt regjistro, mos prit më. Kaq. Jam shumë gati. Unë jam shumë gati, sepse do mbaroj këto trajnimet, pastaj filloj atë trajnimi që do bëjmë vetë me Edin, që jemi të dy kështu student. Jam shumë gati, më dua të evoloj në këtë jetë, më dua të hap krahët jetës, dua të jap, dua të marr, dua të notoj në ato valet e jetës ashtu si të vinë. Kështu jam unë, dua ta bëj këtë gjë, dua të jetoj, u zgjova, u ngjalla sërish. Më shijon ndryshimi, më shijon të jap pa kushte, më shijon dhe të marr informacione të reja nga njerëz që kanë kaluar gjëra para meje. Me thënë të drejtën, 4 javë live falas vetëm ti e ke bërë, thot Marta, dhe je kaq e drejtë për drejtë. Zoti të dhënë gjithë të mirat në familjen tënde. Kam dhënë shumë se kaq, po shkoj 1000 video në YouTube, po pres që janë 994 ishin në mëngjes, po pres që apo 996. Nëse po pres ato 4 apo 6 video në YouTube që ta festojmë, janë 1000 video. Me thënë e di që shumë gjëra unë 90% i kam falas, vetëm 10% kam me pagesë të kësaj që ofroj, që janë trajnimi për te limiteve, edhe trajnim për të menaxhuar ankin. Pastaj pjesën tjetër të vitit unë vetëm jap falas në Instagram. Ju e keni par live, këshilla, postime, YouTube është plot. Nuk kam ç'a bëj më për shqiptarët, vetëm hajde ti tani të ndihmoj nëse nuk mundesh dhe me kaq sa kam dhënë falas. Unë e bekuar jam. E di që jap dhe vinte unë. Ndonjëherë duhet ju zgjoj, ju them zgjoj shkuntu, do e bëj edhe këtë. Kjo është mënyra ime. Hajde shihemi tani. Shihemi të premten kur i bie data 6. Jo të njëjtën, sa është data sot? Prit një sekond. Prit se unë me datat jam... Mua çdo ditë më duket e njëjta datë, nuk është se... Çfarë ka për vajza këtë telefoni? Se si më del kështu kalendari, më jep dot një telefon të shikoj. Le, rregullova.
Thursday, të enjten, do të thënë 1, 2 dhe 3 ditë kohë ke. Të enjten fillojmë. E enjte, po Valbona, tani e pash, e enjte. Lorela thot sa po e bëra, urim me mirë se u bashkove të jo në akademi. Sa po e bëri Lorela? Të shkruajtë nga stafi, atëherë ngelen dhe 3 vende. Jo, po nga website e stafit nuk e shkoj njoftimet, më vinë mua këtu, kështu që unë nuk e di sa mund ta kenë bërë te website-i. Po duhet vendosin limitin, e ke parasysh se po kaloj nga 20 pastaj unë bie të kështu duhet limiti sakt. Folti me Jo, merru vesh me stafin, rregulloj muhabetin që të vendosin një limit. Shiko te website-i edhe të vendosin një farë limiti. Mos ta bëjmë rrumpall fare pastaj. Sa unë duhet jem rehat. Fationa thot, Skënderi, një zotëri po më thot, respekte, vazhdo kështu si e super pozitive, nëse ke vendosur të vish nga Kosova ndonjëherë do kesh ndihmën time për natyrë dhe çdo gjë. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë, faleminderit shumë, Skënder. Kosovën e dua shumë, kosovarët e dua shumë. Dhe kemi plane për Kosovën. Kemi plane për Kosovën së shpejti. Kemi shumë surpriza të bukura së shpejti, se gjithë kjo energji nuk duhet hiki kot, duhet të shpërthej aty jashtë. Se me periudha e kam dhe unë energjinë, do vi momenti duhet pushoj, kështu që më tani sa e kam energjinë ta jap. Si mund të futem unë? Ata që nuk regjistrojnë dot te linku te profilim, të kontaktojnë të numri WhatsApp-it në stafin, është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Unë nuk futem dot, thot më jep numrin. Ja, po e shënoj këtu. +355 68 38 17 117 68. Okej. Në WhatsApp, te ky numër që shënova këtu në WhatsApp, mund të komunikoni aty. Kam shumë njerëz në Kosovë që më duan shumë dhe Johana thot sa më gëzon jam nga Kosova. Kam shumë njerëz në Kosovë që vërtet më duan edhe shprehin dashurinë. Se dhe këtu në Shqipëri kam shumë më po. Në Kosovë do me thënë shumë njerëz më thonë në mënyrë të drejtë për drejtë, Jona kur do vish të na bësh seminar. Ndërsa në Shqipëri nuk është se e shpreh, nuk është se e thon, ndoshta ne shqiptarët jemi pak më të ngucur se jemi mbyllur pak jetës, ç'është e vërteta. Ndoshta kjo është arsyeja. Ndoshta i marrim gjëra të mirë që na hasen, ndoshta e kuptoni Jona që e duam ne. Po jo, ca gjëra ne nuk kemi nga të dim. Duhet të mësojmë të shprehim me fjalë ndjenjat tona. Çka kemi në zemër ta themi me fjalë, edhe komplimentin, dhe fjalën e ngrohtë, edhe dashurinë, çdo gjë ta themi me fjalë, që t'ia bëjmë tjetrit të ditur. Kjo është e rëndësishme. Shiko që thot Skënderi, është një zotëri o zemër të live dhe thot llogarit çdo gjë nga mua makinë të gjitha për t'i dërguar në për natyrat të Kosovës, se keni falas për të gjithë. Çfarë njeriu, faleminderit shumë. Nuk e di a do na dali koha që të vemi në natyrë apo ndoshta thjesht do diçka në një sallë, por ne adhurojmë natyrën, vetëm se do duhet që të vim gjithë si staf edhe të marr masat edhe për vajzën që të ketë ose terapistën e vet aty që ta mbaj. Ose gjyshrit, nuk e di, sepse kemi këtë sikletin që kemi me vajzën, kështu që nuk e di a do kemi mundësi të lëvizim në për natyrë, por një sallë do ishte më ideale. Kështu që nëse njeh sallë ose diçka të do e vlerësoja shumë, të mund të më shkruash në private dhe vërtet e vlerësoj. Edhe pse njoh njerëz në Kosovë dhe kam kontakte me shumë njerëz, do shikojmë çfarë mund të sajojmë. E mbyllim, ju uroj një super javë. Me të gjithë ju që u regjistruar te trajnimi, do shihemi ditën e njëjtë. Trajnimi për të menaxhuar rankin do jetë ditën e premte, mund të shtyhet 2-3 ditë sepse nuk kam pas mundësi unë ta promovoj dhe nuk do kem mundësi të bëj kaq shumë seanca. Kështu që do mbetemi në kontakt, por qëndroj te trajnimi për te limiteve, shërimi traumave, rritja vetbesimit, guximi për të përmirësuar financat, marrëdhëniet të çdo pengesë që ti mund ta ndihesh si pengesë te vetja jote. Ne tani po ikim në palestër, unë do bëj këmbët sot dhe Edi do bëj, nuk e di, se nuk e kam darë mendje, se ky thot këmbët shkon, kur e shikoj me ushtrimi për shpinën, i them, po ti ç'pate, ti ishe te këmbët, ja thot do bëj shpinën. Si po qesh. Dhe me thënë, nuk ka mundësi, ne femrat e kemi shumë kënaqësi që të bëjmë stërvitje 3 deri në 5 herë këmbët, mua çdo ditë më lësh të bëj këmbët i bëj, ndërsa meshkujt kanë pjesën sipër të trupit. Sa shumë, shikoj, disa sa shumë nga Kosova po më shkruajnë në chat edhe thonë kur të doni hajdeni, domethënë një presë me duar hapur. Rovena, thotë Rovena, një nga vajzat që më përshëndeti te eventi, Jona e mendova që atë ditë që të takova pse nuk bën seminare në sallat hapura. Një nga arsyet është sepse do na ikë gjithë seminari duke kërcyer, edhe duke u argëtuar.
Ti jep edhe pak sekonda që unë hipa aty lart, ishte për të kërcyer, për të argëtuar dhe për të bërë pak humor. Dhe një nga arsyet është që unë shijoj shumë me njerëzit që janë me energji të lartë dhe mund të na ikë gjithë seminari duke kërcyer. Por që do shikojmë. Rovena, këtu jemi, kemi kohë plot. Po Lira tani po e ruaj. Faleminderit shumë Skënder. Skënderi thotë është do të që ka një super njeri fantastik, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Çfarë mendon për njerëzit që shikojnë të ardhmen dhe të kaluarën? Eksperienca metafizike absolutisht që ekziston, por jo në këtë lloj forme që të ketë njerëz që thonë hajde të shikojnë të ardhmen apo të shikojnë të shkuarën, secili nga ne mund të futet në brendësi në zemër, të shërojë të shkuarën, të projektojë të ardhmen ashtu si do dhe të jetojë të tashmen mbi të gjitha. Un jam pro të jetuarit momentit. Jam pro të jetuarit çastit që na është dhënë tani. Nuk më intereson se di unë të shikoj të shkuarën apo të ardhmen, jo, ky moment është. Ky moment më zhdon, dua ta jetoj me dinjitet, me lumturi, me dritë, me pozitivitet, me dashuri kaq. Kështu që për këtë temë kaq. Unë po e mbyll. Edhe do jam në punë, thot Genda, duke të parë, por shefi im po më shikon. Thuaj shefit, chill, thuaj, chill boss. Qetëso, thuaj, se po bëj diçka për veten time. Kalofshi mirë. Dhe mos harroni që live do shihemi nesër. Edhe këtë javë do jemi live. Pastaj kismet nga java tjetër do e shikoj. Ju dërgoj shumë dashuri, shumë dritë, reflektoni me këto që u shpjegova dhe ju pres të trajnimet që të punojmë 1 me 1. Nëse je gati dhe ndjen e ke marrë sinjalin, të pres aty. Ju të tjerët, kalofshi sa më mirë.